Mbretëria e Bashkuar ka nisur një rishikim strategjik të mbrojtjes, i cili parashikon modernizimin dhe fuqizimin e kapaciteteve ushtarake për të përballur me sfidat e reja globale. Në qendër të këtij plani është rritja e flotës së nëndecëve, shtimi i trupave dhe përdorimi masiv i dronëve luftarak. Objektivat kryesorë përfshin dhe rikthimin e aftësive për sulmeve bërthamore ajrore në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes integrimit të bombave taktike në avionët F-35. Investimet arrin në 15 miliard pound, përfshirë përmirësimet të armëve bërthamore dhe modernizimin e stacioneve bërthamore, duke siguruar mira vende pune. Pashtu planifikohet prodhimi 12 nëndecëve të reja, që do të forcojnë aleancën AUKUS përballë kërcënimeve në rajonin e paqësorit. Britania synon të krijojë një industri të qëndrueshme për prodhimin e municioneve dhe të rimbush depot që janë boshatisur nga ndihmat për Ukrainën. Një tjetër projekt madhor është investimi 4 miliard poundëve në dronë dhe sisteme autonome që ofrojnë efikasitet të lartë me kosto të ulët dhe shmangin rrezikimin e trupave në terren. Strategjia përfshin gjithashtu rritjen e numrit të rezervistëve dhe përfshirjen e të rinjve përmes zgjerimit të programeve dhe përfshirjen e të rinjve përmes zgjerimit të programeve në shkolla. Deri në vitin 2030 synohet një rritje prej 30% në radhët e tyre, si pjesë e përgatitjeve për një angazhim të mundshëm në konfliktet e zgjatura kundër fuqive si Rusia.